do mundohemi shumë t'i tregojmë qytetarëve se çfarë do të thotë për paratë e tyre, për portofolin e tyre ky program ekonomie. Nisim zoti Çoçoli së bashku me programin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Partisë Demokratike nisur edhe nga kërkesa për të dyfishuar pensionin minimal edhe për të caktuar minimumin jetik. Ne kemi bërtitur për vite me radhë në këtë studio se sa e rëndësishme do të ishte të përcaktojë ky minimum. E nisë bukur sepse duhet ta nisim nga opozita. Në çdo vend të botës, Alma dhe Syrian, opozita është ajo që premton më shumë sepse s'ka çfarë të bëjë tjetër. Nuk ka gjë në dorë për momentin. Edhe u premton qytetarëve, është mëse e natyrshme, shumë gjëra, sepse ka në planet e saj dhe të gjithë. Aq më tepër opozita jonë që ka një agjërim pushteti për 12 vjetësh tashmë, po mbushen 12 vjet, 3 mandate që nuk ka patur shanse që thotë qytetarëve se çfarë është në gjendje të bëjë. Kështu që faleminderit që e nisë pyetjen për këtë bisedën tonë sot me çfarë propozon opozita që të na ndihmojë neve si qytetarë. Faleminderit edhe për këndvështrimin Alma dhe Syrian që në xhepin tonë sa do na vlej premtimet e njërës partia apo premtimet e partisë tjetër. Në gjykimin tim çdo njeri prej nesh duhet të shikojë këto premtime që edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendi kampion i demokracisë, Alma, janë gjithnjë, ata e thonë 50-50, në kuptimin që 50 realizohen %, pra gjysma e tyre nuk është se janë gjithnjë inflacioniste.